Drita e tyre krijon efekt relaksues duke e bërë se cilin vend ku vendosen të duket më i ngrohtë dhe më mikpritës. Qirinjt janë ndër detajet më të bukura që në ambiente shtëpiake mund të bien në sy, e sidomos tash që jemi në prag të festave të fundvitit. Po, festat e fundvitit, domethënë Krishtlindjet e Vitit të Ri, mas shumë të madh konsumohen edhe ndezën qiri, mirë po edhe gjatë eventeve të ndryshme, tash për shembull për darsma ose ditëlindje ose tash i lypin të personalizume, domethënë me shkronja, me foto, me edhe kështu që gjatë gjithë vitit tash po hyn si kulturë, si civilizim, sikur edhe të ne qirit dekorative. Mirë po kryesisht gjatë festave të fundvitit, mas shumë të madh edhe për darsme për Vlerën që kanë askush nuk e njeh më mirë se sa ata që i prodhojnë. Gjo Geci nga fshati Janosh i Gjakovës, që nga pas lufta ka filluar punimin e tyre. Dhe sot është i vetmi prodhues i qirinjeve në Kosovë. Ja kom nis thjesht si hobi prodhimin e qirive, dhe nga njerë hobi bëhet pak më shumë se hobi, dhe tash kemi arrit me i prodhu këto lloje qirish. Mendoj se jam i vetmi me këtë kapacitet qirive, edhe me këto lloje si i prodhojmë në Kosovë. Jo vetëm si hobi, por madje edhe dhuratat që i kanë sjell, çdo herë i ka kërkuar të jenë vetëm qirinj. Kur të afërmit e mi më pyesnin se çka do me të punë, thësha vëllezërit e motrat, thësha më sjellni qiri për Zvicrës. Dhe kom pas një koleksion qirish. Andaj një vëlla pas luftën më një herë, e pas ka bën kështu mend dhe thot se do m'ja dërgu, thot gjoks mu, do qiri shumë. Edhe blej një kamion, mushin një 10 ton, 10-12 ton qiri, dhe mi sjellin mu dhe më thonë i kenë dogan. Edhe në atë mënyrën se tash ta ngopin me qiri, sa gjithmonë i ka dhuru qiri. Edhe kështu ajo ka ra, ajo punë, edhe unë sot merrem me prodhimin e qirive. Është një punë si duhet me e dashur shumë, është një punë si dënë për kushtim, edhe është pak atraktive në atë kuptimin si të lejon me edhe atë fantazin pak edhe mundësin për me kreativitetin me shpreh. Kjo është. Materiali që kam brenda është detaji më i rëndësishëm i një produkti të tillë. Qirit prodhohen, domethënë bëhen nga parafina. Parafina është derivat i naftës, por edhe nga stearina. Stearina është me origjinë bimore. Për me punu një qiri kualitativ, janë shumë komponente, dhe kur bashkohen të gjitha, atëherë del një qiri mirë. Fillimisht do të me qenë parafina e pastër. Unë furnizohem nga Zvicra me parafin. Përveç pastërtisë parafinës, është me rëndësi shumë edhe fitili. Fitili duhet të jetë i pamukt 100%, nuk bën në asnjë mënyrë të jetë sintetik, për shkak të timit edhe ndezjes jo të mirë, nëse është sintetik, por do të jetë 100% i pamukt. Mandej parafina, ne punojmë kryesisht me forma, për shembull këto janë format, shkrihet parafina dikun në 100 deri 115 gradë, derdhet në ato format. Mirë po, me një punë përkatëse, kujdesi nuk duhet të mungoj në asnjë çast. Mirë po, është karakteristike parafinës se kur derdhet në ato forma, ajo fillon gjatë ngjizjes pushon dhe duhet më shtu disa herë formës, derisa të ngopet edhe s'pranon më. Nëse ka qenë për shembull temperatura në rregull dhe gjitha ato, atëherë dalja nga forma nuk është më ndonjë problem. Domethënë edhe cilësia varet shumë prej shumë komponente janë. Kjo punë duhet bëhet me një kujdes të jashtëzakonshëm, sepse edhe parafina thash është derivat i naftës dhe nëse rritet temperatura mund të ndizet. Nëse për shembull unë kisha më këshillu disa si merren kapak me prodhimin e ndaj qiri, të kenë kujdes gjatë ngrohjes parafinës se
nëse rritet parafina ajo ndezet sikur nafta apo benzina rritet, ndezet. Në momentin që përdoren si dekorativ dhe për të lëshuar aromë, atëherë edhe njerëzit duhet të jenë të vetëdijshëm rreth cilësisë së tyre. Domethënë, në tregun tonë ka një qiri nga gjitha anët, sidomos nga Kina, mandej edhe qiri, si u thonë, aromatik, edhe ato aromat duhet me qenë shumë të kontrollume. Ajo një aromë mund ta krijon një ndjenjë, një shije për një moment, po mund të ketë pasoja ajo. Unë aromat nuk kom filluar ende me aroma, megjithëse kom pas, më kanë ofruar disa për aroma, po unë aromat vetëm i marr nga perëndimi ose nuk i marr nga Kina ose dikun tjetër, sepse është shumë rëndësi. Bile edhe në perëndim shumë tashmë i ikin atë aromave të ndryshme, ma shumë preferojnë qirin si qiri, me ndonjë nuancë aromë të lehtë ose fare pa te. Kështu që unë mendoj se qiri dekorativ po hinë si kulturë e si civilizim edhe të shqiptarët. Mendoj se tash jemi në atë fazën kur me ndezë edhe qirat për qes, jo dhe kur i kem ndezë për dertë, për me bë dritë. Tash ka herë me ndalë edhe rrymen, edhe me ndezë qirin e kriju një ambient pak romantik, atraktiv dhe e kriju. Llojet e qirinjeve janë prej më të ndryshmeve, duke arritur në një prodhim në qindra prej tyre. Prodhoj me qindra lloje, s'po them ma shumë. E kam në plan për me zgjeru edhe ma shumë asortimanin. Domethënë kam atë ndjesinë edhe mendësinë për me bë pak me zgjeru pak edhe me shti edhe forma ndoshta edhe një farë mënyrë të papame, kështu se i kam nga memja ime. Kështu që janë me qindra lloje. Me qindra lloje dhe prej atij qiriu të vogël, që është disa gramsh, deri te qiri rreth 2 metra qiri, e punojmë tash, qiri rreth 2 metra.